Mirë se erdhet në një tjetër podcast me kast, sepse ne gjithmonë këtu zgjedhim temat të cilat qëllimisht do i trajtojmë, sepse gjithmonë kemi një qëllim tutje për të dërguar mesazhe, porositë të caktuar apo për të motivuar njerëzit të cilët po kalojnë nëpër situata të caktuara. Tema që duhet trajtojmë sot është ajo që ka të bëjë me një lloj përjetimi që po e përjetojnë sot, le të themi, shumë çifte. Ndoshta mos arritja e shtatzanisë në kohën kur planifikohet dhe duan çifti që të ndodhe, prandaj merr kohë dhe duhet sigurisht edhe ndihmë mjekësore. Një përvojë e vështirë, shpesh herë mbushur dhe mbuluar nga heshtja dhe stigma, por që prek shumë gra e burra, çifte të cilët në shumicën e rasteve e të i kalojnë në heshtje, por ne kemi çifte të cilët duan edhe ta tregojnë, le të themi, vështirësinë, por edhe triumfin. Prandaj të ftuarit ton janë Emira Gavaza Gashi dhe Valdrin Gashi. Ata kanë vendosur sot me na hap zemrën dhe me nda rrugtimin e tyre personal dhe përballjen me vështirësinë e arritjen e shtatzanisë, pritjet, zhgënjimet, forcën, por edhe triumfin, sepse në fund është shumë e rëndësishme që të flasim për atë se kur vjen suksesi dhe ajo mrekullia që e mbajnë në duar dhe i quan mamë bab, pastaj sikur ndryshon gjithçka dhe harrohen këto vështirësi. Unë dua të bëj një falënderim fillimisht për atë që mundson realizimin e këtij podcasti. Faleminderit Spitalit Fatimi, i cili gjendet në Çaklavic, atje ku mund të merrni shërbime të ndryshme mjekësore, që nga ginekologjia me infertilitet, pediatria, kirurgjia torakale, kirurgjia e fëmijëve, laboratoria e mëri dëshmuar ndër vite, gastroenterologjia dhe shumë fusha të tjera të cilat klikoni në rrjetet sociale, sepse sigurisht keni më marrë më shumë informacione dhe pastaj edhe mundeni me gjetë mjekun që juve ju duhet. Mos harroni se mundjet nuk është se duhet vetëm të trajtohen, por edhe të parandalohen, dhe këtë e bën vizita e kopaskoshme te mjeku. Dhe tani po kthehem të ftuarit e mi. E kam nderin dhe kënaqësinë të kem një çift të mrekullueshëm, të dy avokat. Si duket jeni përshtatur në çdo fushë të jetës. Emira, si je fillimisht? Mirë shumë, mirë. Ke pak kohë që ke lind 5 javë. Po. Si ishte lindja? Lindja një periudhë e jashtëzakonshme, fillimisht të shtatzanisë, ndërsa lindja një minutazh shumë i shkurt. I jashtëzakonshëm edhe i mrekullueshëm në duart e doktor Afrimet edhe doktor Edi Muhaxhiri. Unë në fakt dua të nis kronologjikisht, sepse dua të marr ato emocionet e para të një çifti që sigurisht është martuar me dashuri, respekt për njëri tjetrin dhe me dëshirën për të krijuar familjen, ashtu siç kemi bërë ne të gjithë, unë besoj, dhe shumica e çifteve. Po e nisim pak me Valdrinin dhe ndoshta po kthehemi pak te momentet kur ju e keni planifikuar fillimisht familjen. Po, faleminderit fillimisht për ftesën, jemi shumë të nderuar që jemi pjesëtar të këtij podcasti, ndoshta edhe para herë të parë që e organizojmë këtë. Siç e thatë edhe ju, kanë qenë momente shumë të mira, meqense falëzot tash i kemi 2 fëmijë. Planifikimet kanë qenë që nga momenti kur edhe jemi martu, domethënë që në vitin 2016. Planifikimet kanë qenë familjare, kanë qenë normale, mirë po gjithmonë me dëshirën më të madhe që me përjetu ato që do të më bëjnë prind. Edhe normalisht kemi pas me thonë vështirësi në fillim, normalisht paraqiten te gjinia femërore këtu te Emira. Vështirësitë në fillim kanë qenë normale të kuptueshme në aspektin edhe mjekësor, edhe logjik, edhe profesional tonin, meqense e kemi edhe në nivel shkollimi pak më ndryshe. Mirë po, problemet vazhduan të shfaqeshin kohë pas kohë edhe te Emira, që normalisht kur ta ki bindjen e madhe që një ditë kime pas fëmijë, atëherë tani ajo bëhet më lehtë kur ta ki edhe guximin edhe mbështetjen e madhe bashkëtorë. Kështu që kanë filluar prej momentit kur edhe jemi martuar në fakt 2016, me kurorëzimin pastaj me fëmijën e parë në 2023 dhe edhe tash të fundit në 2023. 2016-2023 Emira është një kohë goxha disa vite në pritje. Si ishin ato vite në pritje? Sepse ne në traditën tonë, në shoqërinë tonë, pyetja e parë që ja bëjmë një çifti është çka ka 3. Çka ka 3, shumë e vërtet. Realisht na kur jemi martu diku pas 10 muajve, kemi planifikuar, domethënë, të bëhemi prind. E kemi menduar një planifikim familjar, mirë po jo nuk ka ndodhur ashtu siç e kemi planifikuar dhe siç e kemi pas pritshmërit, pra një shtatzani, një bark i rrumbullakosur, një periudhë nënmujore e lumtur, por kanë qenë pastaj me shumë vështirësi. Përkundër faktit që kam mbetur shtatzon, kam pas një dështim. Pas atij dështimi përsëri një tentim tjetër edhe një dështim tjetër i shtatzanisë, pra kanë qenë 2 shtatzani të dështuara në fillim. Domethënë pritshmëritë reale të një shtatzanie të
të mrekullueshme ashtu siç e mendojnë secila femër nuk ishin. Pastaj vazhduan vite pas vite, kemi kërkuar edhe mjekime të ndryshme nëpër vende të ndryshme realisht, me diagnoza të ndryshme, me trajtime të ndryshme, me operacione edhe të shumta në realitet, deri në momentin kur realisht edhe kuptuam që duhet të vazhdonim me një trajtim tjetër të procedurës IVF-it. Nuk kanë qenë, domethënë, të lehta për neve, absolutisht, por kanë qenë shumë të vështira, por gjithmonë shumë me besim të fuqishëm tek Zoti që një ditë edhe ne do të bëhemi prindër. Realisht ne kemi vazhdu jetën sikurse të mos jemi duke u përballur shumë me këto vështirësi kaq të mëdha. Unë pothuaj se kam qenë çdo ditë me tretmane, me terapia të ndryshme, por jo adekuate. Domethënë në fund kur tashmë jemi gëzuar me 2 fëmijët tonë, kemi kuptuar që shumë shpesh vështirësitë më të mëdha kanë qenë tek trajtimet jo të duhura nga ana e mjekëve. I kemi kaluar, Paulina, të them ashtu, duke u bashkuar shumë ma shumë me njëri tjetrin, duke i dhënë shumë dashuri njëri tjetrit, edhe duke besuar në Zot. Unë them se çdo sfidë që Zoti ta dërgon e bërë me një qëllim, me një dhuratë mrena, duke na lidhur sa më shumë me Zotin, duke na bashkuar sa më shumë me njëri tjetrin, duke na shtu dashurinë, besa dhe sakrificën, durimin, edhe me kuptu që jo gjithçka varet nga ne. Në një moment do duhet të lëshojmë atë dëshirë dhe vetëm të presim, të besojmë që një ditë do të jam mrekullia. Kjo ka qenë ajo që neve na ka mbajtur gjallë, që e kemi ditë se një ditë edhe ne do të bëhemi prindër. Kanë qenë diku 5 vite, nuk janë të pakta, por po e them edhe një herë, vetëm për kraja njëri tjetrit, përgatitja nga ana emocionale, mos dorëzimi, edhe këmbgulja në atë se rruga të cilën po e kaloj do të jetë shumë e lehtë, edhe do t'i kaloj të gjitha këto vështirësi vetëm atëherë kur unë do ta marr në dorë fëmijën për të cilën edhe jemi në atë rrugë. E bukur kjo sepse po du me u kthy pak te Valdrini edhe ndoshta me trajtu edhe në aspektin social. Ju të dy jeni avokat me një shkollim të avancuar dhe sigurisht tashmë po flasim ndoshta edhe për ndikimin social që mundet me pas një telashe e tillë të çifte të tjera të cilët mund të mos e kenë një bot kuptim të tillë dhe të ndikohen shumë nga rrethi, nga presioni që mund të kenë nga shoqëria për të pasur një shtatzëni sa më shpejt, dhe sigurisht pastaj kjo sikur i vret nga brenda dhe thon sikur po mhan pyetja se çka ka tre dhe le të themi të drejtën, janë sigurisht presione të cilat ju drejtohen më shumë tigrave, më pak burrave. Si e sheh këtë aspekt? Po është shumë pyetje interesante dhe vlen për gjithë ata që na ndëgjojnë, na shikojnë. Nuk do të thotë që na nuk e kemi pas këtë lloj presioni. Mirë, po nuk jam i pajtimit që ndoshta vetëm edhe femra, sepse tash tikove të fundit po bën pyetje edhe shumë të meshkujt. Ku trihun me shumë shoshni, gjithmonë edhe ata më pyesin, më kanë pyet në fakt më herët, më kanë thonë, "Hajde Valdrin, çka ka tre, so boni kohë që s'më na thosh që e bën me diçka." Edhe gjithmonë unë i thash, "Na kjo punë e Zotit, na po mënohemi po bëjmë tonën." Unë me mirë njihemi moti. Edhe do të thonë që nga viti 2008 e kemi filluar lidhjen tonë. E kemi shpjeguar në për shumë emisione publike. Kjo ka pas ndikim që na me pas një afrim shumë të afërt dhe një kuptimshmëri në atë rrugë që jemi të ndjek. Siç e tha dhe Mira, na kemi pas sfidë të bërit prind, e kemi pas të mundimshme, e kemi pas zhgënjyse her pas here, e kemi pas të dhimbshme, e kemi pas besa edhe me lot shumë herë, mi po gjithmonë e kemi pas këmbgulin se një ditë kemi me pas fëmijë. Nuk do të dorëzohemi çfarë do lloj sfide që na del përpara. Gjithmonë kemi nejt krah njëri tjetrit. Shumë herë ndoshta Mira, her pas here dhe unë kemi thonë, "Ok, boll mos e u lodhëm kuptimin duke rruar zgjidhje." Ma shumë ka hekë Mira në anën fizike, po flas në tretmanin mjekësor, ndërhyrje, operime, medikamente ndryshme, ato gjithmonë ndikojnë në shëndetin fizik të femrës. Unë e kam përjetuar më shumë anën morale, financiare së bashku, normalisht, sepse megjithëse punojmë bashkë, mi po gjitha këto harrohen kur i kemi pas fëmijë në dorë. Po do të thonë që edhe nëse Mira ka qenë zhgënjur her pas here, ose edhe unë që nuk na ka ndodhur shpesh, me thënë drejtën, sepse ndoshta edhe niveli i diskutimit ton, mënyrën që kemi marrë afër njëri tjetrin, mënyrën që kemi trajtuar si problem, mënyrën që kemi besuar gjithmonë Zot se na kemi me pas një ditë fëmijë, mënyrën që nuk kemi heq dorë pran asnjë pengesë që na ka dalë, mënyrën kur nuk e kemi marrë shumë të vërtet shumë afër zemrës që thot populli, me ata që na kanë thonë hajde pse s'po bëni ju, veç ju metët, e kemi shtin këtë vesh, e kemi qit këtë veshin tjetër. Gjithmonë Mia si kam thonë, mos preokupojnë ata që thonë jashtë, po kështu që po flasëm në dy, një ditë kemi me majtë fëmijë ndoshta, shoqër Zotit që ne
kemi arë në ditë dhe tash jo vetëm një, po i majmë 2 engine. Në fakt kjo që po e thoni sigur po më rëndësill sepse është një mesazh shumë i bukur për të gjitha ato çiftet të cilët mund të kalojnë për periudha të vështira dhe unë shumë shpesh dëgjoj që brenda çiftit të krijohen tensione, të cilat pastaj sikur e vështirësojnë situatën edhe kërkimin e ndihmës. Por po Valdi. Do të vesh kisha më vazhdu. Unë po duam të bëjmë edhe për këtuit mesazh gjithë çiftet që nuk kanë ose kanë probleme për me pas fëmijë. Nëse kanë një diskutim, nëse kanë dashni, nëse kanë mirëbesim, nëse kanë harmoni mes vetit, nëse kanë mbi gjitha diskutimi por pavarësisht ta kanë kritika me një tjetrën, sepse gjithmonë në çifte ka diskutime edhe tash pra. Nështë nuk janë fajtor secili është fajtor X ose Y, nuk e dim çka. Është një mjekim që nuk po mund me gjetë ilaç, pavarësisht se tash kohëve të fundit edhe meshkujt po kanë probleme të infertilitetit, mahat kanë pas edhe femrat, mirë po edhe tash është e pranishme ai problem. Mi po nuk duhet me pas gjithmonë problemin, jo ti e ki, unë nuk e kam. Sepse edhe ti mundesh me pas, po duhet me pas përkrajën e një tjetrit, nëse keni përkrajën, gjithmonë keni me pas zgjidhje vetëm me qenë zbashku, edhe një ditë ka më kurorëzu me një fitore të madhe. Mos me heq dorë asnjëherë. Sigurisht deri tash folëm për këto, le të themi vështirësitë, për telashet, mu po më intereson ndoshta dita kur vendoset me hap një derë që erdhi deri te lajmi i madh. Me hap një derë, ndoshta nuk mundem me thonë ditën kur mundem me hap një derë, se derën jemi përpjek me vite të tëra për të hapur. Mirë po, si derë të hapur për me marrë këtë lajmin e madh, unë e quaj momentin e zhgënjimit të madh, në të njëjtën kohë është momenti kur u hap ajo derë. Pra, pas shumë tretmaneve të shumta, përpjekjeve të shumta, vështërsive, dhimbjeve, lotëve, zhgënjimeve, në momentin kur u zhgënjeva prej shumë mjekëve të ndryshëm, të cilët kanë qenë mjaft me emër, ndoshta edhe të vendeve të ndryshme, unë ju drejtova doktoreshës Lajdje Malsori në Prizren. Do të thonë, doktoresha ku ishte shumë afër meje. Edhe thash, doktoresh, kam thirrë kështu dua një vizitë, thjesht vetëm për me e tregu këtë kronologjinë e këtyre viteve, edhe me pa çka muj me vazhdu me tutje se nuk du me shku më kërkon. Edhe aty e gjeta, aty e hapa derën fillimisht. Edhe më beso Paulina që ka qenë diçka që e ka ndru komplet konceptin edhe bëjthirje që dhe të Valdrini publike të ndrojmë këtë konceptin që vetëm jashtë janë mjekët të mirë dhe vetëm jashtë vendit Kosovës ne mundemi me gjithë zgjidhje, sepse kemi këtu mjekët mrekullueshëm. Kemi mjekë të cilët ndoshta ndonjëherë i mbyllim syt nuk i shohim edhe i neglizhojmë në kuptimin sikurse nuk e kanë atë aftësi, por kemi mjekë që janë të jashtëzakonshëm. Dhe te doktoresha Lajdje thjesht komplet tretmanet i kam ndalu. Në atë ditë më ka thonë asgjë nuk kemi përdor, ka qenë vetëm një terapi 5 ditore. Shumë e thjesht, do të thonë vetëm 5 barna që i kom pi. Edhe më ka drejtuar tek doktor Afrim Muhaxhiri në Gjakov. Më ka thonë vazhdo dhe atje një konsult. Edhe besoj që kemi arrit sukses sepse nuk ki asgjë shqetësuese, madhore, që ti ke vujt kaq shumë. Do të thonë nuk ka qenë asgjë kaq e madhe sa shumë tretmane ke marrë ti. Tek ti nuk po shohim kur far probleme madhor që ti nuk ke mujt me u bënon. Do të thonë, përveç anës profesionale ka kombinuar edhe anën emocionale, psikologjike, edhe kështu kam vazhduar një terapi 5 ditore, jemi drejtuar në fakt në Gjakov tek Spitali Fatihem te doktor Afrim Muhaxhiri, ka marrë dosjen, ka shikuar krejt kronologjinë, edhe me të vërtet kur nuk e harroj fjalën e tij kur ka thonë kaq shumë pas ke vujt, kaq shumë gjonat pas kanë bëu dhe ende nuk keni arrit sukses. Pastaj doktor Afrim Muhaxhiri thjesht më ka orientu edhe na ka propozuar që me bëni një ndërhyrje në septum brenda në mitër, ka qenë një ndërhyrje që vetëm sytë e tij kanë mujt me pa, edhe duart e tij kanë mujt me bë. Edhe thjesht prej atij momenti, ta asaj ndërhyrje që e kemi bë, edhe pastaj disa procedurave sigurisht tjera ne sot i mbajmë në duar zgjuan edhe zgjojnë, pra edhe vajzën edhe djalin. Do thot vite të tëra duke kërkuar, duke trokit në dyert të ndryshme, nuk kemi mujt me gjithë zgjidhje dhe faleminderit Zotit, gjithmonë e themi faleminderit doktoreshës Lajdje dhe doktor Afrim Muhaxhirit, të cilët përveç se janë dy profesionista, janë edhe dy njerëz me shpirt të madh. Aty është suksesi. Si ishte momenti kur e kuptuat se po bëheni bab?
Në fakt, para se me dal aty, po do më tregu të është një diçka shumë interesant, edhe sot po e bëj kështu ekskluzivisht për ju, po doktor Afrimi nuk e din. Në fakt, ai e din që e ka bon, por unë nuk e kam thonë asnjëherë. Te takimi i parë po do mundi li. Në takimin e parë prej doktoreshës Lajde na ka orientuar te doktor Afrimi dhe kemi qenë në Prishtinë, te Spitali Fatim. Edhe në fakt na ishim mësuar me tretmana që kemi pas në shumë vende, qytete, shtete të tjera, edhe na jemi mësuar që ku na presin pak me konsulta pak më gjata, me një tretman, me një vizitë për të mira, me këshirun që shumë dalë në analizat, me një më thonë një farë këshillimi, më thonë hajtë se ka mu bon, kena me të rëntu këto, ishëm mësu në një periudhë pak më gjatë e konsultës mjekve. Edhe ku kemi të doktor Afrimi nuk ka zgjatë, duke përfshirë dhe kontrollën 3-4 minuta. Edhe unë e prita tash diçka madhore, se tash ky në kuptimin më i mirë, edhe hënë me kontrolloj e mirë, edhe veç i ka po letët ajo, tha nuk bën edhe i gjujti. Edhe unë peshon, atë çash meta i stepon tash, çka ka ky njerëz, domethënë erdhëm ka i stil të ky, edhe kështu më na prit. Mi pa e pa ku është esenca, dhe kemi thonë që mos tentonin në mënyra që keni tentuar deri tash, lëmna mi mundor edhe unë e di çu trajtoj këtë punë. Edhe ku ndula unë se le të më bëna Allah doktor Afrimi se ndëgjon, ku ndula unë thashë mirë, lesë pas ka gjon pikë se ky soka atë çu ka pa. Mirë po tanin me kohë, edhe kur kom treguar doktoreshës Lajde, doktoresha më tha lesë e ka çështu është ai. Atë lënë se ky e din më mirë. Pastaj kur i kemi ul edhe në Xhakov, kur na ka trajtuar lëndën, domethënë një lëndë voluminoze që kemi kaluar një kohë më parë, kur për 5 minuta e imblodh edhe i renditi, edhe gjona që i vyn i çiti përpara ato të tjera jo, edhe tash ndëgjëm në mua. Edhe ka një shprehje që unë tash e përdorëm edhe kështu për humor, mu guta më zguti. Neve na u ngut ke sepse na kishëm çef sikret shqiptar, po më njëherë me pas më dorë tush për 2 ditë po ta jap doktori fal. Edhe veç na thekë mu gut më zgutin, e thashëm doktor kur pe fillojmë tani, thekë e di unë. Pastaj e ka treguar mirë se tha ti duhet më bën këtë ndërhyrje, ndëgjëm në mua tha pa këto unë nuk do bëj asnjë procedurë tjetër. Edhe na vendosëm më mirë që tham, ok, pjalon dorë këtij, edhe ky është profesionisti më i madh, edhe në fakt jo që na veç e kemi menduar, pa edhe ka provuar që është profesionisti më i madh, jo vetëm me neve, po edhe me shumë nana tjera, edhe që shumë njerëz ju kanë falendruar dhe na i falenderojmë publikisht atij Spitalit Fatim, gjithë atë grup mjekëve specialistëve që ka mas veti, si në Xhakov, si në Prishtinë, edhe po ashtu edhe doktoreshën Lajde Abdyli bashkë me bashkëshortën e saj që na kanë prit, spari njerëzisht na kanë prit, pastaj edhe profesionalisht, edhe na kanë thënë dyrt për juve të hapën 24 orë. Tregova këtë momentin, se tani po du me dal pak te kjo pjesa. Me prit ka shumë, me pas ka shumë le të themi peripeti, edhe me arë një moment kur të thuhet se je në pritje për me u bo bab. Me interesojnë emocionet e babës se të nanës i kam përjetu. Qëra, unë për 2 fëmijët e kom organizu, pa flas familjarisht, ka një si lloj surprize, mënyrën që edhe me i befasu edhe familjar se thashin, hajde shoqyr që po bëhet, po tash tregon, aty tani edhe gratë tregon Xhenin, u thashë lënë një Xhenin po të vish shoqyr që po mëhet. Edhe normalisht ka qenë emocion, po nuk u zgjeshna shumë u gëzu. Besoni, nuk se thashë mos po na prishet gëzimi. Unë gjithmonë pak e kom pas me frikë, me rezervë, më është e mirë thekë po shlirau se thekë shoqyr gëzim, thashë, e mirë, jam të gëzu, po s'po du me shfaq. Se po friksona mos po na ndodh diçka, po shoqyr zot takon emocion realisht shumë i mirë, normalisht një përqafim spari me e mirën, tani me familjar, por gjithmonë thjesht na merr një shtrut. Se tu i peritu do gjona pak më herët u friksosh na me tregu drejt. E tani normalisht edhe në lindje kom pas emocionin më të madh sepse në 2 lindjet e kom kërku për doktor Afrimit, normalisht me leje, edhe doktor Redit që me qellu brenda në lindje. Sepse një shokë im i ngushtë, te cili jeton në Austri, më thon unë kom hyrë brenda, thash jo unë s'më kurr. Jo tha provo, tha shumë emocion interesant. Edhe mira me kë nguli tha ti do të më kon te kryt. Unë thash po s'më me përballoz, po mbien të fik të mua para teje. Edhe ata doktor të më lejun, normalisht me ato veshët speciale diçka tjetër, po momenti si ka lind vajza as gjuhën, veç që më thonë mirë, nuk e ke pas sa bukur është. Që ja kon, domethënë e para dhe emocion normal la kam shtu lot. Edhe trajtimi i fëmijës para kon ndoshta pak më ndryshe, tash po trajtojmë dytin sepse jo në kuptimin e dashurisë, po kuptimin e kujdesit se fëmia i parë u tushën edhe me kap. Atë thoshna po me të dorë. E tash me dytën e kemi krijuar një farë përvojë fal Zotit, edhe fal mjekëve dhe tash po kemi pak më të lehtë, më të kuptueshme. Edhe inshallah Zoti kret ata që s'kan një javë. Sigurisht, amin, kjo është lutje e secilit prej neve për çdo kohë që ta përjetoj një ndjenjë kaq madhështore. Ne po shkojmë me pak muzikë, të cilën e përzgjedh Arsimi, por i kthehemi përsëri sepse kemi ende shumë emocione dhe mesazhe për me dhënë.
rikthiem përsëri për me vazhdu bisedën këtu me çiftin e mrekullueshëm, avokat të dy me profesion, Emira dhe Valdrini, të cilët kanë ardhur këtu me nda një përvojë shumë personale, por me shumë vlerë dhe shumë peshë për shoqërinë, sepse në numër të madh ka shumë çifte të cilët po kalojnë në telashën e arritjen e shtatzanisë. Sigurisht tashmë shkenca po tregon që telashet mund të vinë nga të dyja gjinit dhe kjo nuk është me rëndësi. Me rëndësi është që çifti të bashkëpunoj dhe sigurisht të kërkoj ndihmë te ekspertët të cilët janë në hap me zhvillimin që po ndodh në botë dhe i kemi këtu në Kosovë. E mirë, po pak më herët fola me Valdrinin për momentin kur e ka kuptuar se po bëhet bab dhe për momentin kur është bë bab. Po tash po flasim për ty sepse në momentin që Valdrini e shpjegoi pak më herët gjithë procedurën e trajtimit, tha që gjithë bara më e madhe i ka rënë në trupin e Emirës, në kuptimin e trajtimit fizik, operimeve, ndërhyrjeve dhe të tjerave. Por pastaj po vjen triumfi, si ishte kjo? Si ishte? Është mrekullueshme. Unë them, ka qenë një luftë e heshtur, të cilën e kam përballur. E heshtur sepse nuk e kam diskutuar me shumë njerëz. Shumë pak e kemi diskutuar, thjesht më shumë ka qenë një komunikim i hapur me Valdrinin dhe kemi vazhduar jetën në kuptimin ditor të përditshëm me buzëqeshjen e fytyrës dhe me aktivitetet vazhdueshme. Por për gruan është një luftë e heshtur e brendshme. Gjithsesi asnjëherë duke mos u dorëzuar, gjithsesi gjithmonë duke besuar që do të vjen ajo e bukur. Dhe në realitet edhe erdhi jo vetëm një herë, por dy herë. Por edhe dy shtatzanit të cilat kanë ardhur pas shumë vështirësive, kanë qenë shtatzanit të planifikuara, kanë qenë shtatzanit të cilat kanë ecur për mrekulli, shtatzanit të cilat i kemi ndjekur dhe kemi përcjellë te doktoresha Lajde, sigurisht edhe në bashkëpunim me doktor Afrimin, edhe kanë ecë tepër mirë, nuk kam pas asnjë problem gjatë shtatzanive. Dhe pastaj 2 operime cezariane të kryera nga duart e arta të doktor Afrim Muhaxhirit në shtatzanin e parë ka qenë edhe doktor Fatosi dhe doktor Edi, pastaj edhe në shtatzanin e dytë, më thënë doktor Edi me doktor Afrimin. Mirë po, shumë gra sigurisht që e ndjejnë brenda vetës një farë frike kur përmendet termi operacion, sigurisht edhe lindje. Është një farë diçka e lindur që vjen instinktivisht. Te unë nuk ka ekzistuar ajo frika. Dhe i them edhe Valdrinit, nuk ka ekzistuar në asnjë moment sepse e kam ditë që jam në duar të sigurta të doktorëve shumë profesionistë. Dhe asnjë moment, asnjë minutë, asnjë sekond nuk e kam ndjekur atë frikë, përveç se e kam kthyer komplet në kënaqësi. Në një moment që e di që po kalon dhe nuk do ta përjetoj më kurrë në jetë, edhe gjithmonë kam dashur vetëm thjesht ta përjetoj me buzëqeshje. Edhe ato minutat gjatë operimit kanë qenë, nuk e di Paulina, them ëndër, nëse kisha ëndërru, themi ka qenë ëndër, por mu realiteti ka qenë ëndër. Në realitet ka ndodhur diçka e jashtëzakonshme, sidomos edhe lindja e dytë ka ndodhur thjesht për 10 minuta me Valdrinin te koka, duke buzëqesh, duke diskutuar hapur edhe me mjekt, gjithçka po shkon për mrekulli, nuk e di, vetëm kur më ka thënë u kry. Edhe thash, Valja, u bo lindja, u kry, domethënë erdhi edhe një djalë në jetën tonë dhe ma bëni gru erdhi. Edhe thjesht ka qenë, nuk e di, e mendosha, thosha, i mbylla sytë dhe i hapa sytë dhe ndodhi gjithçka. Domethënë ka qenë e mrekullueshme. Edhe në momentin e parë kur i kam pa doktor, kur kanë ardhur me vizitu edhe doktor Afrimi dhe të tjerë, i kam thënë, doktor, nuk e di ja kom lind, asnjë pikë dhimbje, asnjë pikë shqetësimi, asnjë pikë frike. Domethënë gjithçka ka qenë e mrekullueshme. Nuk e di, ndoshta nuk ekzistojnë ende fjalë për me shprehat atë periudhë të këndshme që e kam përjetuar te spitali, fati im. Në fakt, unë përdu me u rikthy pak edhe të ajo që ndoshta është shumë e rëndësi me diskutu ndikimin dhe raportin që ka mjeku me pacientin. Sepse pak më herët e përmendet që keni kaluar në për shumë mjek, keni shku jashtë vendit dhe sigurisht ndoshta ndonjëherë si qenie njerëzore e kemi ose se kemi një kimi. Por në momentin që e kemi një kimi, sikur kjo jep shtytje suksesit pastaj tutje. E ke ndjek këtë? Shumë e vërtet, po. E kam ndjekur sepse nga natyra edhe unë jam që nuk flas shumë, por më shumë vëzhgoj, punoj në aspektin profesional po flas. Dhe nuk jam varë më nga fjalët e mjekëve, sepse ndoshta 5 vite, 6 vite më përpara patëm shumë fjalë, por nuk patëm sukses. Dhe thjesht e kemi ndjekur këtë kimin, e kemi ndjekur afërsinë, sepse doktor Afrimi ka qenë një, po them unë, jo vetëm profesionist, ka qenë një njeri dhe është një njeri jashtëzakonshëm në punën e vet që e bën. Në mënyrën se si të trajton, në mënyrën se si të flet. Më thonë, që në fillim e kam ndjerë dhe i kam thënë edhe Valdrinit dhe Valdrini mua, do t'alom gjithçka në duar të doktor Afrimit, do t'i besojmë procesit dhe çdo udhëzimi që do të na jep doktori, sepse
sigurisht gjithmonë po flas. Do të besojmë Zot, por edhe shumë të doktor Afrimi se do të arrim suksesin, domethënë në këtë moment. Edhe me të vërtet ka qenë kimia, ka qenë besimi, ka qenë trajtimi, ka qenë mënyra e komunikimit, edhe realisht edhe puna profesionale e tij që ka bërë me ardh suksesi në shtazanit tona, lindja edhe me upru në këtë jetë dy angjuj, dy shpirtra të pastër. Çka bani? Me thonë se te doktori vetëm për më lidh, nuk e di për tjerë, po me neve për mend e ka pas një afërsi shumë të madhe. Ndoshta edhe për shkak të përjetimeve që kemi pas, po ndoshta edhe se e mira me mua jemi një çift se ndoshta edhe shumë shpesh edhe bëjmë humor, kuptimin normal brenda asaj normales. Edhe me doktorin e kemi pas jo kuptimin humoristik, po e bisedojshëm çdo gjë. Edhe ai e pa që na jemi të çlirë në komunikim, e pa edhe në kuptimin profesionist në fushën që jemi, edhe u kriju afërsia që ditën e parë më njëherë. Edhe po ashtu edhe me doktor Edin, djalin e doktorit, që zakonisht na nuk dëshëm edhe me ngarku doktor Afrimin gjithmonë me thirrje atë vima me bon termin ku me shku në Prishtinë këto. Doktor Edi ka pas një çështje shumë të mirë, sot e ka një çështje shumë të mirë. E kemi regjistruar më njëherë numrat e secilit për neve dhe ka thonë veç juve kur t'ju bëhet. Unë i thash na mirë, kanë herë dhe po habitna me këtë çështje që kanë të neve, po kanë tregu përveç se thash njerëzillëk, kanë tregu edhe profesionalizëm, edhe kanë arrit me dëshmu që kanë sukses të madhe dhe kanë arrit një diçka që ndoshta na kemi pas në mendjen tonë, a do të arrihet në herë ajo, e këta kanë arrit si spital edhe si staf. Po më intereson pak për vizitave mjekësore, sepse të presësh aq gjatë dhe pastaj ai 9 mujori i vizitave të kopashme, sa është i shkurt është edhe i gjatë, sepse në njërin anë neve na duket i gjatë derisa jemi shtatzon dhe pastaj kur përfundon shtazënia duket se ka qenë shumë shkurt, sikur të mungon edhe beba brenda barkut. Por si ishin vizitat? Rahjet e zemrës, vizitat të tilla të cilat vërtet se mbetin gjatë në mendje. Po, është e vërtet, edhe çdo moment i kemi edhe krejt me fotografime, i kemi me video, domethënë për me të vërtet ka qenë një çështje jashtëzakonshme. Unë vizitat pothuajse deri në muajin e 8 të shtatzanis i kam vazhduar te doktoresha Lojde, Malsori Abdylin në Prizren. Për arsye se ka qenë edhe më afër, por edhe doktor Afrim Muhaxhiri ka qenë shumë i ngarkuar dhe ja ka besuar shumë mirë punën doktoreshës Lojde. Domethënë janë profesionista, janë koleg, edhe vizitat kanë qenë të jashtëzakonshme. Domethënë i numëroja ditët kur po vjen dita e vizitës tjetër. Rahjet e zemrës, se di, diçka nuk e di, e imagjinuar gjatë, por e pritur gjatë, dhe kur ndodhke nuk kishim emocion se si ta shpjegonim se çfarë po ndodh. Sa ishte interesante. Edhe bisedat e doktoreshës Lojde sa herë kemi shku, domethënë kanë qenë të jashtëzakonshme, duke shpjeguar çdo organ trupit bebit, çdo pjesë trupit bebit, domethënë edhe në aspektin emocional, duke përgatitur nënën që të ardhë një fëmijë i plot, i bekum, i shëndetshëm, i mirë, edhe delshim gjithmonë të kënaqur. Edhe çdo herë kur kam përfunduar vizitën, pastaj më njëherë kam komunikuar me doktor Afrimin, ja kam dërguar raportet, gjonat, dhe edhe ai ka qenë shumë i lumtur dhe nuk e harroj asnjëherë se edhe gjithmonë përgjigjet e të dy doktorëve pra kanë qenë kur ti je i lumtur ne po bëjmë akoma më të lumtur. Lumturia jote po na gëzon edhe neve shumë. Domthon kanë qenë shumë të paharrueshme. Paulina shpeshherë marr telefonin edhe i kqyri, kthehem në kohë prapa dhe them me të vërtet, në momentin kur isha shtatzon, thosha kur do të vjen ai moment me e marr në dorë dhe u përfunduan shpejt, sa shpejt shkuan ato ditë. Dhe e kam përshtypjen që nuk keni lënë shumë kohë prej vajzës për me sjellë në jetë edhe djalin. Tash cilat janë planet? Planet mirë, çështë ta ka shkruar nal, po. Ta them edhe një ashtu shprehje shumë njerëzore, ta them doktor Afrimit. Doktor Afrimi kur e kam lind vajzën dhe dolëm sigurisht edhe në fotografie, e festuam atë ardhjen e vajzës dhe më tha, Emira, domethënë në aspektin psikologjik po flas çfarë përgatitje dhe një fjalë kushton shumë. Tha mas një viti ki më ardh, ki smet me djalë. Edhe nuk u bën një vit, u bë 2 vjet. Po mas 2 vjet për ne linda djalin. Edhe a ditë kur dolëm fotografi thash doktor apo të kujtohet çka më ke thonë para 2 vjetëve, tha çka, ashtu thash më ke thonë mas një viti ki më ardh, ki smet me një djalë. Tash që u bo, tash po të them edhe diçka. Mas një viti ki marrë në shtazanin e 3, tash ja doktor, këtu prit njerë.
Po ta kismet, dhe gjithçka keni me pas prej shtëpisë tonë. Në fakt doktori është dorë dhe shumë i aftë. I dhujtari asaj që çdo çift duhet të shkojë deri në 3 fëmijë në mënyrë që ta plotësojmë atrënien e natalitetit që ASK-ja po na frikson me këto shifrat e publikuara, kështu që kom thonë tash do të mos prit për neve me rrit. Sigurisht edhe çifte tjera të cilët po vinë, po martohen, le të punojnë tutje. Na drejtim patjetër. Nga zemra. Ju së fundmi e di që u bët prindër, thënë papa më herët, jam vetëm 5 javë prej ardhjes në jetë antarit më të ri të familjes tuaj, u ambientuat? Po, tash më pos, unë tash edhe pak më herët, te lindja e vajzës kemi pas pak më lloj kështu, po quajnë frikë sepse ishte fëmia i parë, mënyra e trajtimit, po kap kanë temperaturë, o tash çka më bë, më njerë thirrën mjekun, kështu që tash e kemi krijuar në fal lloj përvoje të vogël, edhe mien për shoqën është edhe më qetë, edhe në kujdesi, po edhe unë. Shpesh tash shamo djali kur çan ose diçka, unë thamë mirë, hajt se men se më mësuam më të parën. E kështu që pe kemi pak më të lehtë, edhe psikologjikisht, edhe në kuptimin e rutinës, pe e dim çka ndodh me fëmijën e parë, kujdesi normalisht s'më mungon, po do kemi më të qetë edhe më të relaksuar, normalisht më të gëzuar. Sigurisht sepse tashmë jeni bë me përvojë dhe gjithë këtë përvojë sikur e keni një lloj tash presioni, po e themi kështu figurativisht për me shfrytzuar edhe të fëmijët e tjerë, marr parasysh që jeni prindër që e keni dashur shumë ardhjën në jetë të fëmijëve dhe krijimin e familjes. Tani po do më ju pyet në aspektin social sepse po flasim edhe me dy njerëz të cilët kanë përgatitje profesionale, jeni të dy avokat. Sa i rëndësishëm është institucioni i familjes për këtë shoqëri që si duket e kam përshtypjen që e ka zbeh rolin e familjes? Po, realisht shumë e vërtet, aq më tepër kur po jemi edhe vëzhgues të realitetit se çka po ndodhet, po edhe në aspekt profesional të ngjarjeve çfarë po ndodhin, sidomos edhe tek të rinjët. Për mua, por edhe për Valdrinin, se realisht kemi qëndrime të përbashkëta edhe shumë të përafërta, unë them që familja është celula bazë e shoqënisë, edhe nuk duhet me u zbeh ky mendim, edhe me u zhduh ky mendim, siç ka fillu ndonjëherë që po e shohim. Familja është ajo që e mban shoqërinë edhe një shtet, domethënë, të ngritur. Familja është ajo që të jep përmbushjen e plot, domethënë, edhe pse ne kemi qenë shumë të komunikueshëm mes veti, të flas për shembull për me dalë te familja, ky ka qenë burri, unë kam qenë gruaja. Mirë po, vjen një moment kur pavarësisht gjithçka që ke arrit, financat, dashurinë, shëtitjet në përbot, punën, ëndrat e tjera të realizuar, vjen një moment që dëshiron me pas fëmin mbrana në ambientin e familjes, dëshiron me pas diko tjetër në mesin ton. Dhe ajo është pra celula bazë e familjes, nuk ndihesh i përmbushur, ose s'pako po flas për veten time personale, nuk jam ndjer më e përmbushur vetëm në atë mënyrë të jetesës vetëm të neve dyve. Pra ka ardhur momenti që ka trukit instinktivisht në veten tonë që ne duhet tash të kemi edhe dy fëmijë, sepse dhe ata janë përmbushje. Ndoshta, po ta them përmbushja më e madhe e jetës tonë. Dhe normal që ndryshon komplet rutina, normal që ndryshon komplet jeta, por realisht ajo është rruga e jetës për cilën kemi ardhur në këtë botë, mendoj unë, dhe misioni të cilën unë kam pas shumë dëshirë ta kryej, por edhe të tjerë do duhet ta shihni në këtë mënyrë. Gjithsesi ne nuk kemi për të imponuar mendime, por unë po shpreh mendimin tim personal, gjithmonë familja është ajo që të përmbush. Gjithmonë fëmijët janë ata që ty ta bëjnë jetën shumë a kuptim plot, shumë a të bukur, shumë a tombol, edhe ta mësojnë edhe dashurinë, ta mësojnë edhe durimin, ta mësojnë edhe sakrificën, edhe të tregojnë fundit se sa e fortë je ti si nën, ose edhe se sa i fortë je ti si babë. Po do më ndar për fund edhe pak te Valdrini, sepse e thash pak më herët, e thash disa herë që jeni avokat dhe sigurisht përballeni me raste të ndryshme, jeni në mbrojtje të rasteve të ndryshme, por po du sikur me vendos në pa këtë që po ndodh me familjen kosovare, raste të shumta të dhunës në familje dhe gjithçka që ne po e shohim çdo ditë në media. Në sy tuaj marr parasysh që shumë shpesh jeni në cilësinë e avokatit në gjykatore, e shihni nga afër, e ndjeni nga afër, i shihni përjetime të cilat ndoshta edhe ne nuk i shohim dhe nuk i ndjejmë, i shohim si raportime, si statistika shumë shpesh, por jo i shihni në një sy tjetër. Si e sheh këtë?
Fillimisht deshta me u dalidh me ato që tha mirë se institucioni i familjes është celula bazë për një familje të shëndosh, edhe për një shoqëri të shëndosh, sepse çdo familje ka të lëshëm brenda vetes. Çdo familje ka mosmarrëveshje, ka keq kuptime, ka ngritje tonave të zërit mes bashkëshortëve, mes babas, nënës dhe disa tjerë. Mi punë tham gjithmonë që në rast se din me relativizu problemin e madh me bën të voglin me zhduk fare, atëherë kemi rrinë me kriju një familje të shëndetshme. Sepse nuk ka familje pa pas mbrana një problematik. Nëse kemi qenë vetëm ne si çift mbrana një familje që kemi jetuar së bashku, nuk e kemi pas fëmijë, kemi pas probleme mes njëri tjetrit për x arsye. Nëse tash ka ardhur fëmia, ka më na dal një problem, fëmijët rritën, del një problematik tjetër, shkollimi, vazhdimsi i tjerë. Nëse di me menaxhu këto gjë brenda familjes, atëherë familja ka më ngrit statistikisht në nivelin pozitiv. Po du me da të rastet e avokatisë. Shumë raste, mos them çdo dytën ditë, kemi raste që raportohen për raste dhunës familje, mirë po flas në këndin me ato që shohun. Në shumicën e rasteve ndoshta nuk janë edhe aq të vërteta me ato penime që shfaqen. Shumë raste kur ne shkojmë për t'i përfaqësuar palët ose për t'i mbrojt, shumë herë nëse mbroj gjinin femëror ose të kundërtën, më thënë avokatun s'kam bagja. Tash, çka po du me thonë? Ndoshta kemi mbërrim me nivel të shoqërisë që po e teprojmë pak me ato që po kërkojmë, edhe po i kërkojmë më shumë të drejta që na takojnë, po flas si të gjinisë femërore, të gjinisë mashkullore, sepse për një problem të vogël po inicohet rast. Nuk është problemi me inicu rastin. Në momentin që ka dhunë, sigurisht se duhet të inicohet rast. Po tash po flas sipas ligjit, kemi dhunë fizike që nuk tolerohet. Gjithmonë është fjala nëse ke bën s'ke mbronat në kuptimin vetëm drejtave time apo kemi dhunë psikologjike, kemi dhunë që tash me kohë të fundit është edhe dhuna ekonomike. Po. Çka ne kuptojmë me dhunë ekonomike? Dhuna ekonomike është nëse ti kërkon mjete financiare bashkëshortë ose kundërta, nuk t'i jep, s'po më parë e raporton si rast. Kjo është problematik në shoqërinë tonë, sepse kemi ngrit nivelin që po kërkojmë ndoshta shumë të drejta me ato që nuk po them që s'na takojmë, mirë po ne duhet të shkojmë në nivelin e jetesës tonë. Nuk mundemi tash të e mira me thon Valdrin më jep kaq para dhe nuk kam mjete financiare ndoshta të jap, edhe të raportos si rast. Mi po kemi raste ekzistente. Dhuna ekonomike unë besoj është kur burri ose gruaja i marrin paratë e njëri tjetrit, i shfrytëzojnë dhe nuk japin të drejtë apo akses në të hyrat që i sigurojnë vet. Po ato deshta me thon çka po raportohet. Sepse në rast se është e vërtetë është ajo absolutisht nuk kam dhënë çka e mbroj tani, mirë po raportohen raste sepse nuk po më jep burri parë. Do thotë kur po shkon në gjykatore, pastaj po thotë po ndoshta kam gabu, ose për raste të dhunë psikologjike, fizike, këtë gjëra të tjera. Nuk është problemi i raportimi, është problemi çka po i krijon familjes pas. Sepse ti me një raportim nuk po them me toleru dhunën fizike, as dhunën psikologjike, as ekonomike. Mi po në herë duhet të ndalemi sepse të shikojmë pasojat që po i bëjmë. Sepse nëse ke fëmijë dhe po raporton rastin, pastaj ti po shkon te shkurorzimi, fëmijët po mesin pa besim nënës ose babas, po lind probleme në gjykatore, edhe pastaj fëmijët po mesin pa përkujdesi si anën prindërore si anën financiare. Pastaj fëmia po devion, po shkon në rrugën e drogës, po shkon në rrugën e X, mos tham të dhunave seksuale, çfarë po ndodhet tashti më. Çka i kriju me një raportim të nënës ose të babas. Pastaj duhet me qenë të kujdesshëm në mënyrën e raportimit. S'po them prapë me toleru. Mi po ndoshta edhe sistematikisht duhet prit sepse është kriju një raport, jo tash unë më mirë kemi 17 vite të lidhen bashkë me martesën bashkë për një rast konflikte që na edhe kemi pas edhe mundemi me pas edhe ka ndodhur se secili mund me ndodh të raportohet në polici. Unë këto nuk e shoh tashsyshme sepse jo durohet dhuna, sepse unë jam kundër dhunës, edhe i them gjithë atyre që nëse përjetojnë dhunë, është hap i parë të paraqesin, domethënë në institucionet që e tregon dhunën që të ka ndodhur. Mi po jo për një rast ekstremisht të vogël, sepse unë jam dëshmitar kur të shkon në 99% të rasteve, po flas tash gjinia femërore i bën peshmon thotë nuk di pse e pruna rastin këto. Tash ai rast më nuk pa mund më këtu, po krijon pasojë shumë të mëdha. Këto deshta me thon që po përballem me ato që çdo dytën ditë po them kam rast rastet në familje. Ideja është nëse mund të lidh, edhe pse nuk e mora nga jo. Po patjetër. Ideja është tek investimi në vete. Ideja është që jo gjithmonë ta bën zgjidhjen e problemit dikush që është jashtë. Zgjidhjen e problemit në shumicën e herave e bën vetvetja jote dhe mendja jote, edhe ajo aftësia që ke fituar në veten tënde për të komunikuar qasshëm dhe racionalisht me partnerin. Pra, jo shpeshherë
kur trokasish në dyert të gjykatës ti ke bërë më shumë zgjidhje, por shpeshherë me të vërtet ka raste kur pastaj ndjen edhe të zhgënjur. Sepse shkojnë vite të tëra të cilat nuk gjen zgjidhje. Shkojnë raste të ndryshme ku humb edhe burri drejtimin e duhur të jetës, por edhe gruaja dhe në mesin e tyre. Fatkeqësisht nëse ka fëmijë, mbeso Paulina që janë të komplet të devijuar. Hiç më pak mbron me pas tani rast tepër të rënd nga ana e devijimit një personi, një fëmijë realisht ta them, për shkak se fëmijët janë divorcu. Nuk jam kundër divorceve, jam atëherë kur ekzistojnë sigurisht edhe arsyet e duhura, por thirrja jon si avokat që e kemi bërë edhe në shumë media të tjera ka qenë vazhdimisht që të investojmë në veten tonë. Të investojmë edhe të kuptojmë të drejtat e tona, por edhe të kuptojmë deri kur janë ato të drejtat tona në mënyrë që ne të kërkojmë të na mbrohen, sepse ndonjëherë edhe i keq kuptojmë, ndonjëherë edhe kërkojmë diçka që nuk e dim se çka po kërkojmë në të vërtetë. Prandaj kur investojmë në dituri, në shkollim, në investim të brendshëm nga edhe besade të mira me shumë me gjendjen emocionale tonën, sigurisht që kemë pas një çështje shumë më të mirë, edhe problemin kemi me zgjidh shumë ndryshe, edhe gjejmë një kompromis. Edhe jo të besojmë gjithmonë që vetëm ata jashtë na bëjnë zgjidhjen. Zgjidhjen e bëjmë më së miri ne brenda ambientit familjes tonë bashkë me bashkëshortin për të mirën edhe tonën, edhe të fëmijëve edhe shoqërisë tonë. Sigurisht ky është një prej atyre apeleve që bëhet në vazhdimsi që të kemi pavarësi financiare nga të dyja palët, të kemi edukim të vazhdueshëm, gratë dhe burrat të punojnë dhe të sjellen barabart me respekt dhe dashuri ndaj njëri tjetrit. Në këtë rast mund të ruhet një familje shëndosh, në çdo rast tjetër divorci është festë. Po, ashtu e lexova sot këtë titull. Faleminderit shumë për prezencën tuaj, faleminderit shumë që ndat gjithë këto momente përjetime të cilat janë me të vërtet shumë personale dhe shumë të ndjeshme, por unë e di që ju po e bëni këtë për të ju ndihmuar çifteve të tjera, sepse edhe për të larguar stigmën, sepse është shumë e rëndësishme të largohet stigma në mesin ton. Edhe në këtë kohë kemi ende çifte të cilët e kanë problem ta pranojmë se jemi duke kaluar në një proces trajtimi për të cilin sigurisht na duhet kohë dhe respekt nga ana e të tjerëve, të cilët ndoshta nuk duhet të ndërhyjnë dhe të bëjmë pyetje të vazhdueshme që munden me ndiku psiqikën e tyre. Kështu që raste si të juaja, sigurisht edhe me triumfin që keni tashmë me 2 engjëj tuaj, që uroj të keni me jetë të gjatë dhe të shëndetshme, janë shumë të mirë se ardhura për të dëgjuar në media. Faleminderit shumë. Faleminderit shumë Paulina, po e them edhe shkurtimisht një mesazh të fundit. Të gjitha çiftet që janë duke u përballë me mosmundësinë për të qenë prindër, asnjëherë të mos mvarën nga mendimet e të tjerëve, të mos i shohin jetën në mënyrë lakmuese për të tjerët, por të besojnë fuqishëm që dha tani ditë të bëhen prindër. Sigurisht, kjo është shumë e bukur. Kjo është shumë e bukur. Mos të heqë dorë asnjëherë, sepse smujën, po flas në thojë ose mosmundësinë nuk ja krijon vetvetes, të vjen rastisht. Ndoshta edhe nuk e din që nuk e ke mundësinë, po prap mos ndalen sepse zgjidhje ka. Zgjidhje ka. Po do më bën reklam, po ato që kam përjetuar unë është Spitali Fatim, edhe s'po kam merrni mendimin profesional. Pastaj le zgjedhen ata se çka doin me bëj. Sigurisht. Faleminderit shumë, ishte nder dhe kënaqësi, ishte edhe ky një podcast i kësaj jave. Sigurisht dua të bëj një falënderim për Spitalin Fatim i cili mundson realizimin e këtij podcasti. Mund ta gjeni në rrugën për në Çaklavic ose mund ta kërkoni në rrjetet sociale për me marrë më shumë informacione për të gjitha shërbimet që ofrohen në këtë spital e sigurisht pastaj mund ta gjeni edhe mjekun që mund të përshtatet me nevojat që ju keni. Sigurisht deri javën tjetër ne miru dëgjofshim e miru takofshim në kanalin tonë zyrtar në YouTube. Mos harroni të ndjekni rrjetet sociale të Glam Radios, Instagram, Facebook dhe TikTok. Me kast sigurisht do të kemi të ftuar të tjerë të cilët qëllimisht do vinë këtu me mesazhe të forta, përjetime të cilat din të jepen në këtë studio. Nga Glam Radio ju uroj një javë të këndshme dhe sigurisht shumë dashni.